Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini video në radhës. Besoj e pa të video kalumi që ishte i Jaguar aty që dosha ma e bo review, që e pa shtu rastësisht. Te i kam shumë që këto Jaguar. Që motor është? 5000 Supercharger që si motori SVR-s, dhe që i ka XR, që i ka shumë mjet i bukur. Ja ku i kemi. XR e 2014-ës. Shumë e bukur, për herë kom pas qef to X351-shat këtë gjeneratën e Jaguarit. Edhe tash do e shohim arsyen pse. Unë kam pas qef pa e provoj akoma. Tash do e provoj edhe do e shohim a do realizoj ato pritshmëritë që kam unë, që kam kriju nga ato videot që kam pa të tjerëve, po edhe sa e mirë është, sa e vle edhe si konkuron me rivalët e vet. Tani kjo është gjenerata X351-shi, XS. Para se ka qenë X350 dhe para kësaj X308, pas e ka pas prap tjera, për nuk i marrë me. Dhejtë para se kësaj X350 kanë pasurit paka shumë të njëjtat forma. Edhe pse X350 ka qenë me shasi alumini, kështu nga poshtë është ngjashme me këtë, po nga jashtë, kur kanë bërë këtë në 2010-ën, që ka dalë për herë të parë X351-shi, kanë bërë ndryshim total. Jaguari që për herë është konsideru si brand që më shumë e bleshin moshat e mëdha, me thonë drejtën, po brand luksoz, bëni këtë ndryshim total për t'u modernizu. Sepse në 2010 që ka dalë kjo, ka qenë komplet ndryshe me X-jen para arse. Kjo është më shumë 5.1 metrë më duke se është standard, po edhe kjo është long wheelbase, është Amerikës, gjitha janë gjatë atje. Kanë bërë ndryshimin komplet, që kur ka dalë ka qenë ndryshe, më thonë shumë fansa Jaguarit se pa të më pëlqy, së mos pjesën mrapa, vjen pak si kupe. Ato e kanë bërë këto C-pillars, kanë bërë zeza të çdo makinë, që duket sigurisht floating tavani, sigurisht janë najer, po shumë veta se kanë pëlqyer, po mu më pëlqen, me thonë drejtën. Shumë e bukur më zhduk atëherë, e bukur shumë duket e tani. Makinat e kësaj kategorie që janë luksoze, nuk kanë super design, edhe jo rastisht s'kan super design, janë pak si më boring se ç'duhet, se klasat atetat. Edhe kjo nuk është se bie shumë sy. Po kjo në gjaj e bukur edhe kur është e thjesht, edhe tresh naftë e bukur më duket mu. XR normal sjell ca gjona tjera, që di shohim tash me radhë, përveç beigeve XR të disjet. Këtu e merr vesh që ka diçka pak më ndryshe këtu poshtë. Nga targa e morin vesh sa ku e fuqi ka, 550 kua XR. Kjo ka dritat e faceliftit, faceliftit ka dalë në 2015. Për herë kom pas qef to. Për herë. Ma e episodin e Top Gearit. S'ka pas XR, i ka pas XC Super Sport, s'ka pas dalë XR akoma atëherë. Edhe niset nga cepi më lindor i Anglis për në cepin më perëndimor, të bo garë me dealin, Jeremy Clarksoni. Po, këto kanë 4 marmita, XR, janë ndryshe nga tjera që kanë 2 pak më të gjone. Nuk janë lodh një vu marmita trasha fare të mdoja, shumë masi normali i kanë vu, s'ka ne të e bo super gjigante. Fine duket, e bukur i shka. Ka butonin e bagajit e ka këtu. Ka dhe bagaj sa dush, shmakin e gjatë, normal me buton. Edhe këto side skirtsat i ka pak më ndryshe. Shmakin e bukur, është më agresive se XR normale. Tani ta shohim qa e fuqizon këtë bish. Mace Eger e ka logon, Jaguar do me thonë, që duhet i farë bish edhe këtu poshtë. Që në fillim mirë e shohin që këto ventat nuk i ka kotë, si që kanë shumë makina, i ka funksionale, janë t'hapme për të nxjerrë nxehtësinë e motorit jashtë. Këtu është motori 5000 V8 Supercharged, me 550 kue fuqi edhe 680 Nm torque, është përdorur te Land Roveri, te Range Roveri, te SVR-t. Po kjo ndryshe nga to është vetëm me diferencial mrapa. Nuk është 4x4, kështu që të gjithë fuqia shko mrapa. Kami është ZF8 marshe, do flasim dhe për atë, se është versioni i updatum kë, kurse në fillim e kanë pas me 6 marshe, ZF prap. Ka këto 2 air intake-at. Kjo është stok, ka plot që i vejnë filtra KNN. Sa më të vej supercharger pulli, më të vogël, i sigurim me apjarit fuqin për prap. Ta shohim ku e ka motorin. Nuk është full Audi. Audi e ka më para, kjo e ka prap mire ka atë balancat, nuk i ka keq. Këto janë motora herë mirë, herë keq në gjë për këto, po duan mirëmbajtje.
Këtë rast s'ka pas asnjë lloj problemi. Arteni që kur e ka marrë se si ka bosh gjon motor, s'ka pas probleme, po duan mirëmbajtje këto. Tani ta shohim interiorin me qepje të kuqe, memorie elektrike normalisht, Meridian Sound System, edhe këtu poshtë me qepje, shumë e pastër, lëkurë komplet, s'ka plastike, sediljet me 100 lloj mënyrash për të rregulluar si çdo ti për të marrë siç duhet. Kjo është panoramike, ambienti këtu mrena edhe dizajni është shumë i bukur, shumë, alkantara lart, se këtu ka shumë gjona që i kam pas shumë qef me provu. Domethënë kjo makinë është e parë që provoj edhe unë. Për shembull, këtë pjesën këtu vazhdon, bashkohet këtu me këtë pjesën e drunit, po këtu edhe shkon rreth e qark që e ka dhe rënë aty. Rreth e qark komplet bashkohet prap del deri këtu. Kjo është e para, Jaguari ka bërë para këtë gjë. Pastaj kanë filluar kanë kopjuar edhe këto të tjerë, Audi, Benzi, me radhë gjithë të tjera. Tjetra, këto air ventat nuk janë fiksit Benzit, po para Benzit i ka bërë kjo. Si ka me drita. Orën analoge, po edhe këtu air ventat i hapi mbyll. Njësoj si që ka bërë Benzit e vetja. Do pa të nxjerr këtë ekranin që shoferi shef i gjë tjetër, pasagjeri këtë shifti i gjë tjetër, te njëjti ekran. To kanë dalë që fillim me ekran digital. S'ka pas asnjë me këtë lloj ekrani kështu. Timonin me ngroje, normal me limitator distronike, këto gjitha këto marshet në timon, këtu mrapa plus minus. Gjitha opsionet i ka. Sedilje të rë. Kjo është për lyt këtë këndin. Po këto boxes pëlqej që mund të shofësh pak mrena. Glove boxin me touch këtu. Tash atëherë këto kanë qenë duke më pastër, normalisht. Sot që jena mësu me këto të reja që janë bo 4K, 8K që janë këto, fillos sikur duken to më pixelated këto, jo edhe aq të pastër, po prap e qartë është. Tu e ka me touch këto gjitha me ngroje me ftoje sediljet. Oh, edhe mrapa i ka me ftoje. Edhe mrapa ngroje ftoje. Klimën e ka me 4 zona. Ka këtë rrotullën këtu për të gjithë marshet që ka dhe Range Rover. Frenat e dorës. Kjo është për nakull. Kjo është traction control off. Kjo është race. Kjo bëhet kuqe. Dynamic mode. Kjo është për limitator shpejtësie, speed limiter. Tu kontrollo klimën. Tu ke hap mbyll derën, të blokazhi edhe shortcutet. Ora analoge aty shumë e bukur. Shumë ambient i mirë për të nejtë mrena. Pozicionin e ke shumë mirë, këtu përpara shef komplet, me blind spota, shumë e mirë, shumë e mirë. Shpojmë dhe hapësirën mrapa, edhe këtu piano black me perde. Kjo nuk ka sediljet elektrike, ato para këtij faceliftit i kanë këtu, nëse i kanë, pas faceliftit i kanë këtu, ato që kanë si opsion. Ka këtë, është tray për cigaret, me shkon cigaren, hap me mbyll dyert edhe këtu. Hapësirë sa dush, ka këtu. Nice, me rrjet po, airplane style. Kanë pas opsione me televizora, thash kanë pas me elektrikë komplet. Klimën me 2 zona dhe mrapa, do të thonë 4 total. Të air ventat që i lëviz dhe këto si dush. Ngroje ftoje mrapa, jo vetëm ngroje. Kanë pas atë telekomandën këtu që kanë qenë me televizor. Cup holder këtu. Hapësirë përpara ka sa të dush. Edhe mrapa hapësirë sa të dush edhe për kokën. Tash ky version XR është versioni që supozohet t'i japësh vetë shoferi. Shumë rrallë, se di unë s'kam pas simës në elektrike mrapa, ndoshta se kanë pas për t'ja marrë peshën më të lehtë, po supozohet që t'i japësh vetë, pra ne. Po për qenë është ambient i mirë edhe këtu. Ke këto 3 konçat e vegjël këtu mrapa për të pa dhe aty. Perdet i ka manuale, si ka elektrike. Tash i rivalt vetëm kanë pas edhe elektrike që atëherë, jam i sigurt te kanë pas gjithë apo jo. Panoramike, fut dritë, po hapësirë ke edhe këtu sa dush, për rrugë gjata, të mund ta përdorësh edhe me familjen, me kalamoje, që mund grup shokësh, që mund t'jesh, mund bësh edhe rrugë gjata dhe je në rati, mund të rish e 3 veta, tash për herë mirë është me nejtë sa më pak veta, ullë edhe peshën, edhe rrit performancën. Që kjo ka boxe 850 watt që Meridian Sound, po këto kanë pas me 20 boxe, po këto kanë pas edhe një më lartë se kjo me 26 boxe. Kjo s'ka standard, në standard ka qenë me 14 fare, 14 boxe, sigur është e vogël, 14 fare, kupto. Po 20 ka kjo,
26 ka pas ajo 1300 wattëshe, që ka pas edhe këtu njësi nga ato të aluminit që ka 222, edhe kjo e ka bo para 222. 222 e ka kopju atë dizajnin këtu. Ka dhe pasqyra këtu. Këto grab handles tu i ka me qepje, lëkur, normal që soft, Alcantara, sigurisht. Shumë e pas. Kanë pas edhe bokse këtu ato, të 1300 wattëshe, marrë pas ndileve, si që kanë carin gjorëve. Shumë e bukur, i ka detajet e bukura, cilësore është si kabinë, shumë cilësore. Në që të morim për i gjiro. Shumë ambient i ratshëm është e kjo, nuk është se dallo shumë gjona, izolume është. Duket se është me... Po, do për gjam, normal. E për shumë bukur ka këtë cross-codin, të pjesët tu. Me qepje po format. Pak më ndryshe, nuk është boring, nuk është naj dizajn i mërzitshëm. Këtu ka eksperimentu pak Jaguari. Nga i makinë tradicionale, që vetëm pleqët zakonisht e bleshin, ka boj qasje edhe për i klientel pak më të re. Ka bo ca gjona më sportive, se që ka bo zakonisht të modelet e tjera. Ajë ta qëmë dinamike. Tetë marrës e ka shumë mira këtë ZF-n, e ka të mirë dhe e kap shpejtësin direkt. Kjo ka goma 295 që mrapa, si janë të vogla. Për këtë lloj fuqie që ka kjo, normal duhet me i pasi qik seksion gjon, se ka dhe tork. Po shumë e mirë, përgjigje direkt, edhe manual. Ka tork goxha, po nga që është supercharged dhe ka direkt atë torkun kjo, nuk është si këto tjerat. Pastaj ke komfort, është si me qenë në 3000 pastaj. To kanë pas edhe 3000 benzin, edhe 3000 naft. 3000 naft fillim kanë pas me 275 kuaj, motor Peugeot-je. Te këto s'ka qenë shumë problematike në fakt, se edhe pesh s'kan shumë, a kupton, ai motori të Range Rover që është 2 tonë e 600 kg, lodhet, ndoshta t'jep e probleme më shumë, 4x4. Kurse te këto s'ka qenë aq defektos, që njëjti motor është. Tash motorat me turbo normalisht që kanë fuqi më shumë. Dhe më pesa 4x4 që është më e shpejt. Edhe se te jeta, edhe pse ka më pak fuqi, për shembull, turbo është gjë tjetër, turbo është cheating, si me bo me hile. E ne, kur janë pa aspirator, kur janë pa turbo, ata janë maksimumi që ta shijosh, që ta ndjesh makinën tamam. Po këto supercharger janë goxha offer asaj se përveç ekonomisë edhe shpenzimit, t'jep best of both worlds. T'jep edhe përgjigjen e aty në aspiratos, edhe fuqi afrohet e turbot, po konsumin e ka më shumë se të gjitha, po shumë makinë e mirë. Ta qëmë më djerë dinamik. Ku e qota nes, ta bët kuj që këtu. Të fikim me kontrolin e stabilitetit, sa. Se për off gjiro, po nuk është rri gjithë kohës të gjiru, e ka i njët, kap, i ka dhe gomat e mira. E kap fërkimi me asfaltin. Në për këto gropat, në për këto rrugët nuk është keq, pse se tash kjo është amërgjëzim më i fortë se XJ normale, as bot fjale e pjesë, po që nuk është keq, nuk është se është një problem shumë i madh. Tashi nuk është se
ka fuqi që wow, të godet edhe është e papërballueshme. Po për qenë është e shpejt. E ka lineare pak atë fuqin, jo se bum edhe të bje fuqia pa pritur. Kjo e ka pak më lineare, e ka të parashikueshme, po shumë e mirë, edhe në kthesa shumë e mirë. Shumë stabil. Kurse kjo gjiro pasaj njët direkt. Sepse të versioni i parë, që ishte Super Sport, ai ka qenë paka shumë standard në amortizim, vetëm 510 kuaj, po si XJ normal, luksos ka qenë. Nuk është se ka pas ndryshime të mëdhaja. Kurse të XJ-ra të ky e frenat e mira, të XJ-ra të ky ndryshun edhe amortizimin e kamën dhe e kanë forcu, e kanë bo më të shpejt. Shumë makinë e mira. Shumë stabil edhe në shpejtësi të lartë. Nuk lëviz fare timoni, as dridhet, as s'ke as lloj luhati, as gjë. Edhe zhurmë s'ka shumë nga era. Tash kjo është shpejtësi e lartë. Është mjetë. Ky motori është shumë motor i mirë. Nuk e prodhon mo, as Jaguari, as Land Roveri, po do mahet men edhe ky në histori si motor i mirë, edhe kjo do bëhet future classic, 100% e sigurt. Shumë e mirë. Tash ndoshta 90% sa performancë merr edhe me ato super sportat ose me thjesht 5000 supercharged, po s'ma merr meja, ndryshimi është kur e ke këtë full package se vetëm pjesërisht mund ta bësh me shumë makina. Tash të bëjmë edhe konkluzionet e XJR-s, me thënë drejtën, më pëlqeu shumë. Për herë kam pas qef si pamje edhe si interiore, se kanë bërë diçka pak më ndryshe, kanë guxuar për të ndryshuar ca gjona, sidomos duke llogarit paraardhësit e vet edhe traditën që kanë pas, po i kanë bërë shumë mirë. Ka pëlqyer shumë. Kjo krahasohet me S8-ën, me S63-shin W222, BMW-n M760 Li, edhe kë kanë tjetër këto kanë, ose Alpina B7-ën. Po tash nga këto, në letër, në performancë, ato mund të jenë më të shpejta. Jo me një super dallim, fuqi kanë goxha më shumë, S63-shi ka sa ka 585 kuaj, ka 900 Nm/m torka sa kanë. S8-a s'ka kuaj më shumë, 520 ka, po është biturbo, edhe ajo akseleron. Edhe BMW-ja më 760 që ato janë makina luksi shumë që kanë dhe pjesë performance. Po kjo ndryshe nga të gjitha ato, kjo është edhe sportive më shumë. Kjo është më sportive e gjitha këtyre makina luksoze të mëdha. Është më e lehtë se të gjitha, është vetëm që është me supercharger, ato janë me turbo. Dhe të jep ndjesinë sikur është makinë shumë më e vogël se ç'është realisht. Shumë e lehtë në kthesa, shumë e manovrueshme, zhurmën e ka të bukur. Këtu është pak e limituar, se është makinë luksi. I njëjti motor te F-Type R-ja, bo zhurmë që të çmen fare. Jo se është zor për t'ia bërë kësaj, po i ka dy natyra kjo, se është edhe makinë luksi. Po shumë e përgjithshme, shumë e mirë, edhe ndrim marshe, shumë e shpejtë e mirë, komode. Është më sportive se gjithë të tjera. Tash te këto makina që si merr me këto motorë performance, është që të keti çik performance, për të jetë më luks, merr S500 që i lloji është si 63-sha te pjesa luksit ajo. Ose merr atë 4.2 naft, i lloji është ajo te pjesa e luksit si S8-a, mos pas më shumë opsion në rrezik. Kështu që te kjo e kanë bërë mirë shumë pjesën e performancës, shumë mirë. Edhe për shtatë si shasisë është më e lehtë, është alumin, po është shumë, është 200-300 kg më e lehtë se ato tjerat edhe vjetër. Edhe motori është për makinë sportive, performancë, këto supercharge përgjigjen shumë, edhe është shumë i mirë, shumë i mirë. Mu më ka pëlqyer shumë fare,
Nuk ka shumë Shqipëri, se di ne na të fiksum me benzin, me makinat gjermane, se di është gjuna mos më pas, edhe modelet më të thjeshta, edhe 3000 naftë, është më sportiv se 3000 naftë aty në tjerave. Që si keni qef bleni, kjo frika që jo s'mahen, jo po pjesët, jo... Nuk është se po bëjnë më lirë pjesët në këtyne tjerave që ka më shumë, plus që sot pjesë merë nga gjithë bota, kudo, se që thonë mi ble edhe në Shqipëri, plus që ta që keni edhe Elcar Parts, edhe mund t'i prosisni aty unë i më edhumë për pjesët. Të që na gjotë të fitoj, për na gjotë modhe, pa merak. Blejnë makinat e mira edhe pa fitim fare, UAG, s'prish punë, vetëm jepni për review, t'i bëj review. Mu pëlqeu shumë, se di, këtë do kishit zjadh ju vetë, do kishit zjadh së 8-ën, e 2014-ës, XR-ën, së 63-shin. Apo më 760 lej. Thoni, edhe shpresoj të ketë pëlqyer video, më pëlqeu shumë si makinë, u kënaqa. Nëse s'keni bërë subscribe bëheni, edhe follow faqet. Ju përshëndes edhe shifemi në videon e radhës. Mirupafshim.